një donacioni, librin tim të parë në Shqip, për sa i përket poezive, kam dhëruar për shoqatën Autizmi Flet në Shqipëri. Një kontribut i cili gjithmonë e bëj me dije që gjithmonë bamirësia nuk vret. Pra nëse ti bën bamirësi, pjesa jote dhe brendësia jote dhe empatia jote rritet. Paktën kjo është në lidhje me personalitetin dhe karakterin tim. E kur bëhet fjalë për fëmijë me aftësi ndryshe, absolutisht që duke qenë nën vetë për dy fëmijëve, ndjej më shumë obligim dhe ndjej më shumë empati, duke parë se sa shumë nëna të tjera të gjendura në situata më të vështira. Denisa, përshëndetje e dashur. Nuk të shoh. E ke mbyllur mikrofonin në të majtën tënde? Okej, super. Përshëndetje. Si je? Mirë, si je ti? Mirë, faleminderit që e ke pranuar ftesën e dashur që të ndajmë së bashku një temë e cila realisht është shumë delikate, edhe është një nga temat që do të thoja me shumë përgjegjësi për të folur mbi autizmin, duke qenë se atë po e cek edhe pak më përpara, para se ti të hyje live, dikur përpara 3 vitesh më kujtohet, duke qenë se unë kam qenë pjesë e një iniciative së bashku me një miken time që jeton në Itali prej vitesh për të sjellë një kontribut shumë të madh paraje në Shqipëri për të ndihmuar fëmijët me autizëm, por nuk patëm mbështetjen e duhur dhe pam që informacioni ishte shumë i cunguar. Doja të dija, ti si terapiste e zhvillimi që merresh me fëmijët me autizëm, sa ka ndryshuar kjo pjesë në Shqipëri, sa e ka prekur Shqipërinë tonë të dashur, sepse këtu në Spanjë në dekadën e fundit, në 10 vitet e fundit, 1 në 300 fëmijë diagnostikohen, pra 1 në 300 fëmijë është raporti, diagnostikohen me autizëm të prekur më shumë, janë në përqindje më të lartë, janë meshkujt se sa femrat. Femrat më tepër diagnostikohen me ADHD dhe me TEA të quajtur ndryshe. Si ndryshon në Shqipëri? Si është sjell kjo në Shqipëri? Krist, faleminderit për gjithë vëmendjen që po jep në fakt të autizmit. Unë e shoh shumë këtu në Tiranë që bisedohet, por nuk i jepet një zë kaq i fortë sa ky shiti ti po jep. Ai sa unë kam parë deri më tani, ajo shumë shoh është prindër shumë më sensitiv, shumë më të përgjegjshëm edhe shumë më nismëtar për sa i përket trajtimit të fëmijëve të tyre. Unë nuk e kam një shifër që të them raporti është ky nga kaq në kaq, por absolutisht që dominojnë djemt, është nga statistikat e Organizatës Botërore të Shëndetit Mendor, dëshmojnë që numri është më i lartë tek djemt, është raporti 1 në 3 në mos gaboj, ku dominojnë djemt për sa i përket kësaj diagnoze. Dhe në Shqipëri, kur më kujtohet përpara 3 viteve që bëj retrospektivën e ngjarjeve, informacioni ishte shumë i cunguar, ishte shumë i pamjaftueshëm dhe shumica e prindërve nuk arrinin dot të kuptonin, të paktën në mënyrë përgjithësuese, sepse jo të gjithë mund të jenë, mund të kenë aftësi, por edhe mund të dinë më tepër në lidhje me autizmin dhe me spektrin e gjerë që ka autizmi. Cilat janë, Denis, shenjat e para të një fëmije me autizëm që në momentet e para që ai vjen në jetë? Kur duhet të bëhemi më shumë vigjilent për të kuptuar një fëmijë që ka diçka ndryshe nga një fëmijë tjetër? Okej, para se të them kriteria diagnostikuese, duhet të them që kjo nuk është e prerë që nëse është kjo kemi të bëjmë me spektër. Absolutisht që duhet bërë një vlerësim për të parë në rast se kemi spektrin prezent ose jo. Pra është një seancë këshilluese që bëhet me persona përgjegjës që janë të specializuar për të bërë të seancën këshilluese. Një sy klinik arrin që të kuptojë në rast se kemi elemente të spektrit prezent, që kur kemi 8 deri në 12 muajsh. Elementet treguese janë këto. Mund të mos të shohi në sy, edhe se do të jesh përballë me të, pra shmang në mënyrë të vazhdueshme absolutisht shumë konstante kontaktin me sy. Një element tjetër është që të mos të kthi kokën kur ti e theret, pra një ndër pyetjet që ju bëhet më shpesh pyetjeve prindërve në instrumentet vlerësuese është: a ke menduar ndonjëherë se fëmia jot mund të ketë deficit për sa i përket anës auditive? Dhe të gjithë kanë menduar se po, ndoshta nuk më dëgjon, por në fakt është shumë element i spektrit prezent.
Një që tjetër shumë e rëndësishme, stadi i parë të kërkuarit tek fëmijët është që të tregojë një gishtë kur ai kërkon që të marrë diçka. Pra, në ne kemi mungesë të fjalëve, siç janë 8 muajsh, 10 dhe 12 kur ata nisin që të thonë belbëzimet e para, kërkojnë duke treguar me gishtë. Por fëmijët që kanë elementet e spektrit prezent nuk tregojnë me gishtë. Është ecja në maj të gishtave, është çrregulimi dhe çrregulimi me gjumë. Këto janë këto elementet e para që ti mund të vësh re në këtë moshë. Pastaj më vonë janë elementet e tjera që mbi vendosjen këtyre elementeve që ne tash nuk kemi dhe prindërit fillojnë edhe të shqetësohen pak më tepër për të kërkuar një sim klinik për të vlerësuar rastin. Kjo është. Stereotipe të caktuara të cilat ndryshojnë Po. nga meshkujt tek femrat. Stereotip Unë jam për shumë e familiarizuar tashmë me këtë, kam 2 vite gjysmë. Edhe shumë delikate emocionale për mua kjo intervistë realisht, sepse më prek dy fish. Kjo pjesë, por është normale Kriste të prekti, por ajo çka ne duhet të kuptojmë tani është që në këtë vite që ne jetojmë kemi të gjitha metodikat, protokollet absolutisht më të mira për të punuar. Dhe një gjë që është shumë e bukur dhe që duhet thënë është se në rast se një fëmijë është me spektër, nuk është fundi botës sepse aty është një gjeni që absolutisht po. absolutisht përgjegjësia jon për ta kuptuar se ku ky fëmijë mund të shkëlqejë. Kështu Është që shumë e vërtetë. absolutisht nuk është asgjë për aq kohë se kemi të bëjmë me një autizëm funksional. Kështu që Unë nuk them ka. një gjë që e them gjithmonë edhe kam thënë gjithmonë që është shumë e veçantë, po është shumë e fortë kjo pjesa që kur ti ke një fëmijë ndryshe me spektër, nga fëmijët e tjerë dhe ti kupton një botë tjetër që ndoshta të tjerët nuk arrin dot të hyjnë në atë botën tënde dhe që të falë shumë dashuri dhe për më tepër prindi duhet jetë ai i pari që ta pranoj fëmijën e vet sepse unë mendoj që disfata më e madhe një fëmije me autizëm është kur prindi e mohon që nuk ka. E Absolutisht, mohon sepse me dhe e mohim, refuzon. absolutisht sepse me mohimin vjen mos trajtimi dhe me mos trajtimin vjen elemente të përforcuara, sjellje e përforcuar me intensitet dhe me frekuencë shumë të lartë, atë ku pastaj bëhet edhe shumë e vështirë për të ndërhyrë. Pastaj ka dhe nga këto prindi që vinë në terapi, kërkojnë ndihmë, bëjnë vlerësime, çdo gjë perfekt, por refuzojnë që të bashkëpunojnë. Dhe në momentin kur terapia fillon të ketë progres, ata thonë, ok, perfekt, hyjishte, nuk ka asnjë gjë, thjesht bënte, kishte pak turp, nuk u socializua, nuk u përshtat, tani është këtu, por është këtu sepse, jo sepse ka autizëm, është këtu sepse ai ishte pak i ndrojtë. Pra, gjatë gjithë kohës janë duke gjetur motive për të bindur veten që ky nuk është. Justifikime. E gjendshme shpesh kjo në karakterin dhe në mentalitetin shqiptar, sepse mentaliteti ju huaj është shumë më i emancipuar për sa i përket fëmijës dhe e shikojnë shumë e lup ecurinë e fëmijës duke kapur çdo gest të tillë. Dhe shumë herë edhe bullizimi i madh që ndodh shumë në Shqipëri, ndodh nga familjarët, ndodh nga rrethi, ndodh nga shkolla, nga shumë elementë të tjerë, ndërkohë që retrospektiva e ngjarjeve që unë e bëj paralele me ti me pi këtu, është shumë herë më ndryshe. Shkolla të vendos një psikolog të veçantë të zhvillimi, të vendos një terapist, të vendos një neurolog nëse, domethënë nëse çohet më tepër, zgjat më tepër terapia, ndërkohë që aty është shumë e cunguar kjo gjë dhe pjesa më e madhe Denise është që njerëzit shumë herë nuk afrohen dot në terapi sepse e kanë thënë dhe në live-et e mia thonë që është shumë e shtrenjtë e papërballueshme për ne. Si është ky raport i çmimeve aty në Shqipëri? Se kjo është për të diskutuar në një ekonomi që është vërtet e ulur për sa i përket ekonomisë shqiptare. Çmimet janë të ndryshme në bazë të shërbimeve, nevojave që fëmia ka. Normalisht ka shumë ekipi multidisiplinar ka disa faktorë ka disa aktorë aty që bëhen bashkë për të bërë të gjithë të planin pej dhe të gjithë ndërhyrjen. Çmimet unë nuk di të them të sakta, por ajo që unë këtu shoh është se ka prindësh edhe pavarësisht të gjitha çmimet që shkojnë absolutisht për të mundësive të tyre, fëmijët shkojnë në terapi. Ajo që unë këtu shoh një problem shumë të madh është se prindi nuk kërkon me një lup aty dhe të shohi ku po e çoj, a është ky i specializuar për ta bërë, a ka ky membership diku për të bërë këtë? Eksakt kjo Denise, eksakt. Kufizohet ky për të aplikuar këtë, sepse çdo njeri nga ne për të aplikuar një protokoll është i specializuar nga një institut përkatës.
Dhe ky instituti që ti jesh membër të kërkon disa supervizime. Supervizimet bëjnë një punë më cilësore, Po, absolutisht. ashtu është. Kjo e shoh që është problem shumë i madh këtu në Shqipëri dhe Unë në unë po Tiranë. shoh Denis aty në Shqipëri, të paktën me çfarë më kanë ardhur mesazhe, duke qenë se unë kam prekur shumë tema të ndjeshme të shoqërisë në këto vite që kam qenë në punën time online. Shoh që njerëzit duke pasur parasysh faktin e të qenurit dhe të bërurit viral, tani duke qenë se autizmi ka marrë një përhapje shumë të gjerë globale, dhe po flitet për të ndërkombëtarisht, njerëzit po bëhen viral duke shpikur lloj-lloj gjërash që as shkenca nuk i pranon dot në lidhje me autizmin. Duke thënë që fëmijëve me autizëm në mënyrë kategorike, të paktën me sa unë në eksperiencën time në këto 2 vite, 8 muaj, meti me bi po e bëj këtu në Spanjë, nuk më ka thënë asnjëherë asnjë psikolog, asnjë terapist, asnjë neuropsikiatër që duhet ja vendosësh fëmijës telefonin, një fëmijë me autizëm sepse i bën mirë dhe i shqetëson, dhe duhet i afrosh çokollata, sepse ashtu e qetëson çokollata fëmijën pra ëmbëlsirat, ndërkohë që aty në Shqipëri nëpër video dalin këto lloj tabush që janë shumë të pakonceptueshme për mua dhe shumë herë prindrit duke mos ditur se si të manovrojnë në këtë situatë për ta hequr telefonin nga dora fëmijës me autizëm, sidomos ngushëllojnë me faktin dhe thonë shiko, ajo është specialiste dhe po e thotë që i bën shumë mirë telefoni një fëmije me autizëm. Këto janë predikime gati të patolerueshme për mua, fatale dhe të I duhet të jenë të pastore për dënueshme. mua. Duhet të jenë të dënueshme, të predikosh këtë lloj gjëje. Shiko, telefoni përpos faktit që duhet në rastit ti e lësh ai të ekspozohet para ekraneve, duhet në një kohë absolutisht shumë të limituar. Ajo që vjen nga ekspozimi në telefon, qoftë edhe në gjuhën shqipe, është ai merr fjalor, pra e ka fjalorin, por ai nuk arrin dot që të ketë gjuhën ekspresive për ta folur atë, pra nuk është sikur të marrë një bashkëbisedim. Ajo që unë sugjeroj të gjithë prindërve që unë kam në terapi dhe unë kam raste që i ndjek ndër vite tashme, ekspozohen fëmijët si shpërblim kur ata kanë mbaruar detyrat e shkollës, ju jep mama për të bërë një lojë apo për të parë një palë kukullaj gjithmonë në shqip, por nuk është asnjëherë target për të trajtuar diçka. Kjo është shumë e rëndësishme për të thënë. Pastaj në rast se fëmia e përdorim si përforcues telefonin, iPadin, laptopin, çfarë do që ai kërkon, e merr si një formë shpërblimi pas një aktiviteti të masterizuar që ai duhet të ketë gjatë ditës. Pastaj përsa i përket çokollatave, unë jam absolutisht shumë jo dakord sepse ato përpos gjithë elementeve kimik që aty kanë, aty ne flasim për autizmin dhe metale relativisht shumë të larta në gjak. Shtohet këtu një ushqim industrial që kush e di sa gjatë ka aty te raftet e marketit që qëndron për një fëmijë ta blej. Nuk jam absolutisht dakord për gjithë të, plus edhe faktin se sheqeri të jep pak më tepër Adrenalin. hiperaktivitet se sa tashmë ne mund të kemi. Po, edhe meqense jemi te pjesa e ushqimeve, duke marrë parasysh në hulumtimet e mia në gjithë këto vite, për sa i përket këtij do ta quaj fenomeni që ka ndodhur në këtë dekadën e fundit, është fenomen tashmë. Ushqimi është një nga faktorët kryesor që ndikon tek një fëmijë me autizëm, duke qenë se tek fëmia me autizëm, truri i një fëmie me autizëm është si stomaku i dytë. Dhe shumica e ushqimeve, sidomos ato që përmbajnë gluten dhe ato që përmbajnë një sasi shumë të lartë të laktoze, shkaktojnë, duke qenë se unë profesion të parë jam kimiste, inxhiniere Po, kimiste, shkaktojnë një lloj mekanizmi duke kthyer në një koenzim shumë shkatruese, në kazein, e cila kjo prodhon brenda rrit pra në zorën intensinale, bën të mundur që të rriti një numër shumë të lartë të disa faktorë, të disa elementve agravues dhe bëjnë që fëmia të ketë të rrisi adrenalinën në tru dhe të ketë shenja shumë të larta sensibiliteti, irritimi, nervozizmi, pagjumësie, pra ullë ndjeshëm pagjumësim tek ta fëmijë dhe në kohë të gjatë, duke përdorur në kohë të gjatë dhe duke mos e kontrolluar ushqimin që ti jep fëmijës tënd, edhe pse nuk janë shumë të vështirë, janë shumë të vështirë për ta asimiluar ushqimin dhe për të ofruar ushqime të reja, do shumë durim, do shumë vullnet, doja të thoja që do një vullnet shumë të hekurt për ta kapërcyer, edhe për ta edukuar fëmijën me një lloj gjendjeje tjetër, të mënyre tjetër të ushqyerit,
harojnë dhe pastaj bien në atë pesimizmin e tyre dhe i ofrojnë çfarë do lloj gjëje që kërkon fëmia rreth e rrotull. Çfarë do lloj gjëje. Është e rëndë për të kuptuar sepse duhet studiuar dhe duhen dhënë më shumë informacion. Thash, është i cunguar, por duhen folur më tepër sepse kjo është një fenomen dhe do jetë në rritje sepse shifrat tregojnë që janë në rritje. Dhe metalet e rënda, ku gjenden metalet e rënda? Metalet e rënda, një nga përbërësit kryesorë të metaleve të rënda, janë peshqit, peshqit që ne konsumojmë, sidomos sardelja dhe midhjet. Absorbojnë një sasi shumë të madhe të metaleve të rënda, kryesisht mërkurin, që janë gjetur në analizat që janë bërë fëmijëve me autizëm, një sasi shumë të madhe e metaleve të rënda. Dhe si mund ti ulim në metalet e rënda duke reduktuar dietën ushqimore, duke ofruar dieta me proteina dhe duke i shmangur, por duke mos ditur dhe mos folur mbi këto informacione, njerëzit e bëjnë të rutinës që të marrë fëmia çfarë të ai të dëshiroj. Unë doja të pyesja në lidhje me këtë pjesë. Ju kur studioni për shembull një rast të një fëmie me autizëm në Shqipëri dhe kur ju vin një rast, si e diagnostikoni ju Denis nga A-ja në Zh këtë rast? Më merr një shembull dhe më thuaj për shembull që unë të fëmijë diagnostikoj duke parë 1, 2, 3, 4 gjëra. Atëherë kur na vin një rast i ri në për terapi, ajo që bën vlerësime dhe diagnozat nuk jam unë, është mentorja ime, është analiste është bërë behavior analysis therapist. Unë nuk jam ende, kështu që unë nuk marr përsipër të bëj diagnoza sepse nuk e kam certifikatin atë që unë sapo të thash, marr përsipër të bëj atë gjë për të cilën unë jam tashmë certifikuar për të bërë. Ajo që bëhet është një vëzhgim me shumë detaje për sa i përket stadeve të ndryshme të zhvillimit. Pyetet prindi, duke marrë parasysh edhe fakti se prindi nuk është gjithmonë i sinqert kur ne jemi i vërtet kur ne jemi duke bërë intervistën. E gjithë informacioni që prindi na jep trajtohet, punohet në terapi dhe më pas shohim të gjitha elementet ku mund të ndryshojmë apo të vazhdojmë atë program pune që kemi tashmë nisur të bëjmë në bazë asaj që prindi na ka thënë. Ato që bëhen është kjo, përsa përket elementeve të autizmit, varet nga mosha e fëmijës, bëjmë instrumente vlerësues të M-Chart, nuk e di nëse e ke të familiarizuar. Atje shohim se sa ka predispozit fëmija për të zhvilluar autizëm dhe se në çfarë niveli të autizmit jemi përafërsisht. Por asnjëherë nuk themi që është autizëm definitiv kur kemi një fëmijë 2 vjeç apo 3 vjeç apo dhe 4 vjeç. Pra duhet bërë një vëzhgim pak më i gjatë në kohë dhe edhe për prindin është pak më e kollajshme që ti jesh pak më fleksibël edhe pak më tolerante në të gjithë përgjigjet që ai kërkon të marrë. Kjo është ajo që bëhet. Për sa i përket elementeve diagnostikuese, në ato që të thash në nisje të bisedës, pra këto janë ato elementet kryesore dhe kyç që duhet të kemi parasysh për të trajtuar fëmijën. Ndërhyrja e hershme është absolutisht shumë e rëndësishme, pra një ndërhyrje e hershme cilësore është shumë e rëndësishme, sepse është ai momenti ku sinaptogeneza është lidhja mes neuroneve, është shumë aktive, është shumë e gjallë. Dhe sa më shumë informacione që fëmija të marrë informacion pra cilësor të marrë që këtë periudhe, dhe sa më shumë të përsërisin sepse repeating është learning, dhe sa më shumë të përsërisin për të çuar të kujtes këtë informacion në kujtesa të gjatë, është më cilësor është informacioni që fëmija merr dhe është atje për gjatë gjithë jetës në rastin e generalizojnë në mënyrën e duhur. Generalizimi është informacioni pasi fëmija e merr në terapi, në klasë, në shkollë, kudo qoftë, e vendosin në një ambient natyral. Në ambientin natyral e bën dhe terapisti, por duke qenë se 5 ditë të javës janë nga 1 orë, ja dhe 2 orë në rast se fëmija punon, nuk është mjaftueshëm. Kështu që ajo që bëhet është i kalohet prindit i gjithë informacioni që duhet të vazhdojë të ketë ai për sa i përket generalizimit të informacionit të marrë në terapi. Dhe kjo është më e rëndësishme sepse arsyeja pse fëmia vjen në terapi është të marrë disa aftësi. Por këto aftësi nuk duhet të ngelen brenda dhomës së terapisë, por ai ti marrë ti ketë të vetat në çdo mjedis ku ai duhet të implementohen, sepse nuk mund të zhvillohet një fëmijë thjesht vetëm me 1 orë terapie dhe kjo është më së vërtet. Dhe megjithëse ti e cek natyrën, natyra është një element shumë thelbësor në zhvillimin e një fëmie me autizëm, sepse truri i një fëmie me autizëm perceptohet ndryshe. Unë flas me informacionet, nuk jam profesioniste, por me informacionet që kam dhe që lexoj në mënyrë shkencore, duke qenë se unë jam shumë tip shkencor, ti më njeh prej vitesh tashmë.
dhe nuk e flas një gjë nëse nuk e kam studiuar me mirë ajër ose nëse nuk e kam lexuar me mirë ajër atë lloj studimi. Është shumë e rëndësishme natyra përpos faktit më të madh që jep një lloj çlirimi emocional, sepse ata janë shumë të ngarkuar emocionalisht në momentin që nuk arrin dot të mos koordinojnë dot veprimet e tyre me fjalët e tyre dhe natyra jep një lloj çlirimi. Ndër stereotipet kryesore, për shembull, të një fëmie me autizëm, tek femrat janë stereotipet kryesore të lëvizjeve, por edhe të rrotullimit të flokëve, ndër Kjo është stereotipet. trikotillomania. Po, e tillë, e quajtur në gjuhën shkencore është ajo që ti the. Përveç saj janë ato balancimet kështu kur je ulur për t'u qetësuar, është tundja e trupit për t'u qetësuar kur flet. Po, ndër veprime ti, më thënë, unë çfarë di dhe çfarë kam lexuar dhe çfarë kam parë, ndërsa ti si profesioniste e di akoma më mirë këtë pjesën e shenjave të para që janë dalluese, që e dallojnë edhe janë stereotip i autizmit për femrat, por edhe të meshkujt janë fiksimi në një ngjyrë të caktuar. Janë edhe të çunat. Unë vetëm me çuna kam deri tani në terapi, kam parë të goca nga kolegët, por e të gjitha këto që më the i kanë gati të gjithë çunat. Tani e kam pak më të reduktuar sepse jemi duke punuar absolutisht gjithmonë më shumë që këto stereotipit të kufizohen disi. Nuk di të them në rast se kufizohen dhe zhduken dhe nuk mund të vinë më, pra është gjë që duhet parë në kohë, por ajo që absolutisht më shem të bëjmë është ta trajtojmë. Si trajtohet stereotipia? Duke parë arsyen pse ai e bën për vetë rregullim emocional apo e bën për sjellje. Sjellja mund të jetë vëmendje për shembull. Eksakt. Në rast se ai tundet kështu apo bën këto flapping edhe ti thua hey mos çfarë po bën, ai të sheh dhe të buzëqesh është vëmendje, nuk është vetë rregullim emocional. Dhe tashmë ti e ke përforcuar sepse ai e mori atë që donte. Në këtë rast ato çka ne në terapi bëjmë është që e bllokojmë fizikisht pa i dhënë atij vëmendje, pra as nuk e shohim, as nuk i flasim. Dhe deri më tani na ka rezultuar goxha efektive dhe kur trajtohen që në moshë të hershme, shohim që edhe zhduken. Zhduken, po, është e vërtet. Zhduken kur trajtohen me shumë dashuri dhe me shumë qetësi. Është shumë primare qetësia e prindit. Qetësia e prindit, do me thënë, mjedisi në të cilën një fëmijë autik zhvillohet, është vendimtar dhe është një nga faktorët kryesorë të paktën me sa di mbi evolimin ose regresin ose progresin që mund të bëjë një fëmijë me autizëm, është mjedisi që ti ofron. Në një mjedis normalisht, në një mjedis shumë të egër, në një mjedis më zhurmër, në një mjedis që e shikon të vështirë për të shprehur, emocionalisht e vështirë për të kontrolluar, sigurisht do të shpërthej shumë me nervozizëm, me pritma, me ulërima, me tartrume, do thoya. Është rëndësishme që të kuptohet. Po, është e rëndësishme të kuptohet. Po ndonjëherë ne shqiptarët me mentalitetin që kemi, prindrit e kanë më të vështirë ta kuptojnë veten dhe ta besojnë sepse ikin me idenë përse, do me thënë, përse e kam unë dhe përse më ra mua një fëmijë me autizëm ndryshe nga të tjerët, pra një fëmijë me spektër ose me aftësi ndryshe nga të tjerët dhe pse më takoj mua që ta kem këtë lloj sfide me jetën. Po, mendoj se kjo është në stadin e parë kur ata përballen me këtë diagnozën, se pastaj mendoj që edhe kur kuptojnë më tepër ose kur shikojnë regreset se fëmijët me autizëm kanë progrese, kanë dhe regrese, Denis, sidomos dhe në periudha të ndryshme. Unë kam lexuar librin e Edmond Tupes që ka folur ndër të parët që ka folur për autizmin, e kam dëgjuar këtu edhe kur kam qenë 18 vjeç, para 13 viteve, për herë të parë kur ka dhënë leksion në shkollë kur unë kam qenë, ai e ka përmendur fjalën autik për herë të parë, ka pasur djalin e tij, sot e ka 40 e ca vjeç djalin, në 85 më duket, 40 vjeç, është diagnostikuar djali i tij me autizëm. Atëherë kur nuk njihej fare ky emër, në Shqipëri është e tabu të përmendej autizmi, nuk e njihni me këtë lloj emri dhe ka qenë i pari që ka thënë dhe ka përmendur dhe i ka bërë thirrje dhe ka thënë që ndër gjërat më të vështira që ka vendosur jeta përballë meje ka qenë kjo sfidë që na ka shkundur të dyve si prindër për ta përballuar, sepse janë dashur të jenë marrë dhe ilaçe për qetësim. Ilaçe për qetësim në stadin e agresivitetit, ai ka folur për një agresivitet shumë të madh mallor në moshën e adoleshencës, që aty dhe shpërthen edhe pjesa hormonale që ndikon dyfisht në trurin e një fëmije me autizëm.
Ka rastisur të ju në klinikën tuaj Denis që të vi një fëmijë adoleshent në Shqipëri me autizëm? Uh, Në klinikën time jo, por kam parë rastet tek kolegët dhe ditët e them që mund të trajtohen. Pse përsa i përket medikamenteve është psikiatria që e vlerëson E nëse vendos. është e duhur që të trajtohet me medikamente ose jo. Ajo që në ditët e them më Krist është se çdo gjë që trajtohet në kujdes mund të ketë dhe absolutisht ka një formë menaxhimi të mirë të disa situatave. Dhe ne kur flasim për nervozizëm, në rast se kemi të bëjmë me autizëm ku fëmia nuk është verbal, pra ne nuk kemi fjalë prezente, ajo që duhet bërë është që ti të aplikosh PEX-in. PEX-i është sistemi komunikimi nëpërmjet shkëmbimit të kartave. Tu Po, ne vendosim një orë komunikimi me dikësh që mungojnë fjalët për të shprehur kërkesat e tyre, gjë që e ul absolutisht shumë sjelljen problem kur ai kërkon të marrë diçka dhe nuk kemi një gjë të përbashkët. Dhe jam shumë e bindur që në rast se ti aplikon PEX-in, trajton dhe sjelljet me një analist të aplikuar të sjelljes së aplikuar dhe bëhen të gjitha të dhënat, kuptohet pse bëhet sjellja. Është çfarë ndodh para se sjellja të shfaqet. Është momenti kur shfaqet sjellja dhe C është momenti kur ne ndryhym. Pra, si ndryhym ne. Duke marrë këto tre elemente për sa i përket shpërthimit të cilës do sjellje, kuptohet arsyeja pse dhe bëhet një plan ndërhyrës. Është vetëm një formë që ti të punosh me sjelljen, por kjo bëhet që në moshë të hershme, për ato sjellje që ne kemi prezent. A mund të shkaktojnë sjellje të tjera, po ti po shiko. Por në rast se kërkon ndihmë, absolutisht që mund të arrish një rezultate shumë të mira. Një nga rastet më sfiduese që unë kam pas nuk është një person adoleshent, është një fëmijë 4-5 vjeç. Unë isha terapiste e tij e tretë, sapo kisha nisur edhe punën atë vit dhe ishte rasti më sfidues që kam pas ndonjëherë. Dhe problemi ishte sjellja. Pra nuk kishte aftësinë të nxënë, çdo informacion që ti mund t'i jepje turit ishte si një sfungjer që merr të gjithë informacionin, por ishte sjellja. Ne kemi trajtuar sjelljen për 3 muaj, duke mbajtur të dhënat dhe duke ndërhyrë me ato detajet shumë specifike. Dhe arritëm në përfundimin që sjellja ishte kështu, është zhdukur si me magji. Kupton se edhe prindi më tha Denis, çfarë i ke bërë? I thash nuk i bëra unë asgjë, ti e kuptuar me nevojat e tij. Edhe prandaj të them që edhe në rast kemi të bëjmë me një person adoleshent, pas vlerësimit të psikiatrit, nëse ti ndryshon me sjelljen dhe kupton se çfarë është, kur fëmia është verbal. Kemi një fëmijë verbal, pastaj është pak më sfiduese, por me PEX-in mund të arrish të po, kuptosh është pak më më e shumë. vështirë. Është pak më e vështirë puna në një fëmijë jo Por me verbal. PEX kupton shumë më shumë. Kjo është. Dhe jo vetëm për fëmijët që janë me spektër. PEX-in mund të aplikojmë me çdo person që ka një sindrom, unë jam duke punuar me një fëmijë me sindromin Angelman, edhe me PEX-in jemi duke bërë një punë perfekte. Që Kështu është, që çfarë lloj sindromi është, nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë. po, në fakt kam pak vështirësi për sa i përket është një çrregullim kromozomik. Ka vështirësi në motore, shumë të mëdha. Motorike, po. Nuk kemi fjalë, pra mungojnë fjalët, por është fëmia më magjik që kam parë ndonjëherë. Di, ai është kështu solar, është sikur vini diell aty te klasa e terapisë. Por në lidhje me agresivitetin, Ai bëhet vetëm shumë nervoz, është shumë kokfort, do të bëj me se s'bën atë që ai do, se normalisht më shoh, ka ato vështirësitë që ka dhe nuk po. ai e di që në rast se unë nuk e le të çohet, ai nuk do të çohet dot sepse nuk ecën dot. Duhet ndihma ime që ai të çohet edhe te lëvizi. Ë E vetmja sjellje që ai bën është që të shikon pak kështu me inat dhe bëhet pak kështu si i ngurtë në trup që të mos çohet, por në rast se ai e kërkon si duhet dhe më jep kartën që do të iki, çohet direkt. Nuk kemi sjellje prezente deri më tani, nuk kemi sjellje prezente për sa i përket agresivitetit në ato nivele që na duhet të marrim planin e ndërhyrjes së sjelljes. Deri në sa kohë e bëni një vlerësim të mirëfillt ju? Deri në sa kohë mund të diagnostikohet tamam një fëmijë me autizëm aty në Shqipëri? Sa kohë i duhet? Ajo çfarë bëhet është kjo, bëhet vlerësimi fillestar, ti nis Po, terapinë në stadin që duhet të jetë, sepse mund të kemi për shembull elemente të spektrit dhe mund të themi që fëmia për shembull ka disa elemente që duhen trajtuar, dhe nëse është për shembull fëmijë në moshën shkollore, nëse kemi të bëjmë elemente me fëmijë që ka elemente të Aspergerit ose niveli 2 në bazë të DSM-5-s,
futet në terapi, shohim se ku kemi shkuar, bëjmë rivlerësime çdo 3 muaj për të parë ecurinë që kemi dhe në rast se e shohim se është përfunduar gjithë procesi terapeutik, aty përfundon terapia, por nuk është zhbër autizmi. Normal. Kjo është shumë e rëndësishme. Absolutisht. Është e rëndësishme të kuptohet që ai nuk mund të zhbëhet nga terapia. Është një konglomerant i madh faktorësh, përveç faktorit terapi, është faktori familje që është kryesor sepse ai kalon një pjesë të madhe, familja faktori shkollë. është ose cilja do gjë, por edhe terapia është shumë e rëndësishme sepse prindi ka një udhëheqës shumë të mirë të çdo situatë që ai mund të ndeshet në shtëpi. Është shumë e vërtetë që të drejtohesh në profesionist. Në profesionist të vërtet, sepse në profesionist të vetë shpallur, i dim, por në profesionist të vërtet që kanë baza dhe kanë një licencë që punojnë, sepse është fatale të shpjegohet autizmi në ato forma që unë e përmenda dhe që e kam dëgjuar në persona të ndryshëm në Shqipëri thjesht dhe vetëm për të bërë viral, është e turpshme dhe është mëkat. Për më tepër nuk dua të hyj kësaj gjëje sepse as korrekte, sepse në këtë formë kemi një disinformacion absolutisht masiv. Për mua do ishte e dënueshme të japësh një dezinformim popullatës e aq më tepër të prekësh një gjë e cila të dhëm pafund kur bëhet fjalë për fëmijën tonë dhe që e shikon që ka një aftësi ndryshe nga të tjerët. Ajo që unë dua të përmend nuk dua të të mbaj më shumë, është një bisedë që për mua është sa shumë informative është për t'ua dhënë dhe për t'ua servirur njerëzve që dëshirojnë, sepse shumica e mesazheve të mia në Instagram kanë qenë Krisi, faleminderit që e përmend, faleminderit që ti cek tema të tilla, duhet të jenë tema jo gjithë përfshirëse, po përjashtuese. I thash ishte një nënt që kishte një fëmijë me autizëm, edhe i thash që nuk mund të jetë ashtu, sepse ndoshta një e disi, sepse unë e kuptoj psikologjinë nga njëra anë shumë e rënduar e familjarëve kur marrin një lajm të tillë për të qenë të vërtetë, sepse unë jam vërtet flas në rrjetet sociale që është një rrjet virtual, po jam një njeri shumë real. Edhe është një lajm që të trondit, nuk është i thjesht për tu asimiluar dhe për tu kapërcyer nga të afërt, nga njerëz, nga familjar që të rrethojnë është lëndues. Por ajo që duhet vendosur është që ti ke përpara këtë lloj, unë e bëj si një lloj mesazhi për gjithë prindrit, që ti ke përpara këtë lloj sfide që ta ka ofruar jeta tashmë dhe vetëm gjë më e mirë që ti duhet të bësh është që jeton në kohra të tilla që informacioni edhe pse është shumë i madh, por është edhe i nevojshëm dhe i domosdoshëm dhe teknikat kanë evoluar. Nuk janë më teknikat e ilaçeve që i jepje fëmijës ilaç për të pushuar dhe për të qetësuar, ose teknikat pastaj që përdoreshin dhe përdorin shqiptarët më të uryera që e rinin e dënonin edhe skalafisnin fëmijën deri në atë pikë që fëmia kalonte në trauma. Kris, sepse modelet që këtyre prindërve tashmë adult janë servir është ajo. Është absolutisht, është ajo. Absolutisht. Modeli është i vështirë për të kapërcyer në një mentalitet kaq të fortë shqiptar që ne jemi, sepse kemi shumë përballje brezash, të cilat nuk kuptojnë rëndësinë e të paturit një fëmijë emocionalisht të qëndrueshëm. Ne na janë dashur shumë vite pune me veten që të kapërcejmë traumat e fëmijërisë që ndoshta shumë vite që prindrit kanë lënë tek ne dhe që ne duhet të mos i lëmë tek fëmijët tanë duke parë se sa shumë kemi vuajtur vetë për të qoftë dhe për të shprehur atë gjë që e mendonim të drejtë s'na lini që ta shprehnim, sepse nuk duhej dhe duhej respektuar gjithmonë mendimi më të madhit dhe më i vogli duhet të rinte në heshtje, por pa e kuptuar është një mesazh i fortë, këto janë edhe një lloj thirrje për nënat që edhe për baballarët, sepse kanë ndryshuar, nuk janë më baballarët, s'janë më si më përpara, nuk janë më aq të veçuar, nuk kanë përgjegjësinë mbi fëmijën. Them që përgjegjësinë që marrin për fëmijët është e njëjtë me atë të mamës. Është vërtet. Edhe ndodh shumë shpesh që kur vin babat e terapeutit thonë, shiko se jemi duke punuar pak më ushqimin, a keti ndonjë këshill pak më të kujdesshme nga dikur si ti që ndeshet me këtë situatë të ditë, kështu që
një punë në skuadër dhe nuk ka skuadër më të mirë se ajo e dy personave për një qëllim të njëjtë kaq madhor sa është ai përmirësimi i cilës do situate ku fëmijët e tyre ndodhet. Të them të drejtën Krist këtu me rastet që un kam parë dhe shoh, sidomos ata që vinë dhe adresojnë për terapi dhe kam parë pafund, është një këtë ndjesi që prindit e lënë shumë e kujdesshme, shumë fragile, shumë e brisht. Dhe janë shumë të gatshëm për të kuptuar çdo gjë, por nuk janë aq naiv. Pra gjithë informacionin që ti jep, mund të ndodhi që informacionin që ne të dyja tani ndan, një pjesë e mirë e prindërve tashmë ta dinë. Kjo sepse kërkojnë me dorëmos informacionin më të fundit të shkencës për sa i përket këtyre situatave. A pastaj është ai targeti atyre prindërve që ti the që normalisht nuk janë atje sepse do donin të ishin, por thjesht nuk dinë të bëjnë ndoshta pak më mirë. Edhe sepse faktori mjedis ndoshta nuk dua të vendos etiketime dhe nuk dua të fajsoj sepse për aq kohë sa nuk jam në jetën e tyre dhe për aq kohë sa nuk e ndjej, domethënë nuk e di se si ato veprojnë, ndoshta është mënyra dhe më e mirë që ndoshta bëjmë për mjedisin ku ndodhen sepse është e vështirë të kapërcesh në një mjedis të vështirë, ku barat janë të mëdha, ku problemet ekonomike janë të mëdha, ku ngritja e gishtit dhe drejtimi i etiketimeve është i madh, ku mosmbështetja, ku fajsimi e gjithçka tjetër janë të mëdha realisht, kështu që nuk dua që ta bëj këtë gjë. Gjëja e fundit që dua të pyes në lidhje me këtë gjë është fëmijët me autizëm janë fëmijë të veçantë të cilët janë të veçantë në zgjedhjet e tyre, qoftë edhe me lodra, qoftë edhe me ushqimin, qoftë edhe me vendet ku ato ndodhen. Ka vende për shembull që jep një lloj ndjesie të madhe frike, i jep një lloj ndjesie të madhe mosdëshire për të qëndruar në atë vend. Dhe ka dhe vende për shembull që i relaksojnë, ndër to janë sustat. Sustat janë ndër vendet më relaksuese të një fëmie me autizëm, kollumbacet, topat me shumë ngjyra. Janë disa nga sportet që e shqetësojnë një fëmijë me autizëm është noti, që e shqetëson pafund. Janë sportet si boksi që shkarkon gjithë energjinë e vet, është futbolli, është danca, pra kërcimi, ndër sportet, ndër veprimet relaksuese të një fëmie që e shikon shumë shpesh është edhe luajtja e tij me ujin. Me ujin, janë shumë të atakuar me ujin. Si e shpjegon Denis? Unë e kam një shpjegim që e di, po ti që Kam aq shumë për këtë, sepse është një nga situatat që ti ndesh më shpesh gjatë punës, madje kjo ka të bëjë me hiperdjeshmërinë apo hipondjeshmërinë, pra sensitivitetin e tyre ndaj burmës, pra është auditive, sensoriale apo dhe ndijore, pra sa i përket receptorëve ndijor. Një këshill shumë e madhe këtu është në rast se prindit kanë mundësinë që fëmijët ta mësojnë me notin, të shkojnë menjëherë, nuk e di, do të thënë verë, nëse kanë mundësinë që ta shkojnë në pishina. Kjo sepse dëshira e tyre për ujin është aq e madhe dhe mund të jetë edhe po aq e rrezikshme. Kjo sepse një fëmijë që mund të shkojë në det, në lum, nuk e di, të ketë një liçen përballë, qoftë edhe adult, në rast se nuk di të mbijetojë në atë mjedis, është absolutisht shumë e rrezikshëm. Mund të ndodhi që fëmijët kur hapin çezmën, vetëm të shohin ujin se si rrjedh, sepse atyre ju pëlqen që të shohin të gjërat lineare. Dhe nëse ti vetëm të i afrohesh të ujë, ai ta pengon që ta prekësh. Për sa i përket receptorëve ndijor, është dëshira e tyre shumë e madhe për të ndjerë veten. Për të ndjerë veten dhe të gjithë mjedisin ku ata ndodhen. Ka disa raste që fëmijët shkojnë e prekin murin kështu fort me pëllëmbën e dorës, madje edhe këti nga e kundërta, sepse ndjeshmëria është më e madhe nga ana e kundërt të dorës. Kjo është për shkak të ndjeshmërisë shumë të ulët që ata kanë në mjediset ku ata ndodhen. Pastaj ka fëmijë që në raste dritare në të ndriçimin që neve tani kemi, e bezdis aq shumë sa shkon dhe fik menjëherë. Kështu që në të gjitha këto raste, në raste fëmia ka nevojë shumë të madhe ndijore dhe dëshiron që t'i preki të gjitha këto gjërat, susta për shembull është një formë vetë relaksimi shumë e mirë, sa i dhe shkarkon pak nga i gjithë gjendja që ai ka, dhe do të ishte mirë dhe udhës që ta lejoje që ta bënte.
Një gjë që do të sugjeroja ishte dhe janë ato topat që ti bën në yoga. Është një ai, por është në formë dardhe. Edhe terapistët okupacional shumë kam parë në Europë, se ne këtu në Shqipëri nuk kemi, kur fëmijët janë shtrirë në atë topin tek ajo pjesa si e harkuar të dardhës, thjesht e bën kështu tek kurizi për të shkarkuar pak të gjitha ato nevojat e tyre sensoriale. Nevojat sensoriale janë shumë të rëndësishme, sepse ndoshta nga aty nis një sër faktorësh të tjerë. Kjo e notit është një gjë shumë e rëndësishme. Të gjithë prindërve që ju them, u them lutem, sepse përpos të gjitha nevojave të fëmijës flasin për sigurinë e tij. Po, Sepse sigurinë e gjithë e tij. dim se çfarë mund të ndodhi atje kur janë tek uji. Një këshill këtu është kjo. Në rast se fëmijët nuk arrin dot që të qëndrojnë në mjedise ku ka dritë shumë të fortë, është ta ekspozojmë gradualisht në nivele të ndryshme të dritës, përfshirë dhe në gjëra të ndryshme të ndriçimit. Kjo sepse sot është në shtëpi, nëse mund të jetë në shkollë, mund të jetë nuk e di. Nuk ka kuptova se si u mbyll, por që do ta hedhim të plot, nuk ka problem. Dhe ne po diskutoni për hipersensibilitetin e një fëmije me autizëm. Dhe po thoshim pjesën e dritës për ta ekspozuar pak nga pak. Është pra për cilën do si për dritën, dhe ndaj zhurmave, mund të ndodhi që në një qendër tregtare dhe sheh një fëmijë me duart në vesh duke bërtitur. Kjo sepse stimuli, pra në këtë rast zhurma, është shumë më e ndjeshme tek ai se sa është tek ne absolutisht. Dhe ajo çka duhet bërë është ekspozimi gradual ndaj zhurmës, dritës apo cilës do stimuli ati për të është një problem shumë madhor. Është madhor sa nuk funksionon dot në atë mjedis. Ekspozimi gradual bëhet, si të thash, me shumë kujdes, me shumë ngadalë, edhe në rast se ai është ekspozuar qoftë edhe vetëm 1 sekondë në atë ndriçimin apo zhurmën që ai e ka aq shumë problem, ti thua, ok, s'ka problem, mund ta fikim dritën tani, është në rregull, edhe nëse nuk është verbal. Edhe nëse ti mendon se ai nuk të kupton, ti duhet të thuar çdo gjë me fraza shumë të shkurtra, shumë të qarta dhe me këtë intonacion zëri që ne të dyja tani kemi. Jo duke i thënë, po, sa mirë, bravo, të lumt, e të tjera me rrëfito. Pra, nuk bëjnë sens asnjëra nga këto ndryshimet e timbrit të zërit kur ne flasim me fëmijët, sepse nuk është se nuk të dëgjojnë, ai thjesht ka një mungesë interesi ndaj asaj që ti e duke thënë, por gjithsesi ti thuaja. Bëre një punë shumë të mirë, bravo, të lumt, e provojmë përsëri pak më vonë. Por pa u bërë problem pengesë për një aktivitet të caktuar të fëmijës. Duhet bërë pa e marrë ai si ndëshkim, pra ti e bën me shumë kujdes të gjithë procesin, por jo në rast se ai për shembull fillon edhe qan edhe ti e lë për shembull 1 minutë apo 2 minutë. Këtë pjesë që sa po cerke është shumë e rëndë tek një fëmijë, në qoftë se ai e merr si stimul që po bën diçka gabim dhe pastaj vetë ndërshkon veten e vet, duke goditur veten e vet, duke plasur kokën në mur. Godasi, kupton, zgjedh mos të godasë dhe gjithçka ka ai të shkon te Ai e përcjell te vetja, nga ose tek më të vegjël se sa vetja, kur gjen fëmijë më të vegjël se sa vetja, ai do të atë lloj stresi që ka akumuluar nga mënyra se si ti ja ke ofruar këtë lloj ndërshkimi, ai do ta pasojë tek fëmijë të tjerë më të vegjël si një formë çlirimi emocional të tijën që ai ka pasur ndërkohë që është bërë ky lloj veprimi. Prandaj kanë shumë rëndësi veprimet që ti ndërmerr dhe mënyra se si ti fle. Po. Ajo që dua të shtoj këtu është se të gjithë fëmijët që kanë elementet e spektrit prezent janë fëmijë që kanë predispozicë shumë të lartë për sa i përket përjetimit të ankthit. Shto këtu dhe të gjithë faktorët e tjerë që ata kanë prezent, sidomos hiperngjeshmëria, pra sensitiviteti shumë i lartë ose shumë i ulur ndaj stimujve në të gjithë ku ata gjenden, ndodhen, funksionojnë dhe mbijetojnë. Kështu që duhet të jetë absolutisht ndërhyrje shumë e kujdesshme. Një nga elementet që ne mund të shohim nëse fëmia që ne po trajtojmë, fëmia që ne kemi në shtëpi, ka predispozicë të lartë për sa i përket ankthit, është të testosh refleksin moro. Si testohet tek fëmijët e vegjël, duhet që ta mbash në tavolinë apo në krevat dhe t'i ulësh kokën 10 cm gati poshtë nivelit që ai ka trupin. Dhe në rast se i hap duart dhe këmbën si efekti parashut kështu,
i hap kështu dhe duar dhe këmbë, tregon që refleksi është ende prezent. Refleksi duhet të ketë përfunduar maksimumi deri në vitin e parë të jetës. Në rast se ky refleks është prezent, duhet të punohet me të në mënyrë edhe mund të shkaktojë edhe bedwetting që të bëj çiçi në krevat. Po. Janë një sër faktorësh që ndikojnë. Pra, nuk është se ky fëmijë ka shumë qejf që të fiki dritën apo të shohi dritën kështu shumë afër. Është thjesht nevojat e tij sensoriale që e Ose të shkaktojnë. mos tregoj për kur ka nevojat e veta për të shkuar dhe për të urinuar, ndikon shumë për shkak të këtij efekti që është ende prezent. Edhe ajo që unë për shembull e kam vënë dhe re dhe kam studiuar raste që kam lexuar raste në Amerikë, sidomos sepse atje janë shumë më të emancipuar edhe nga Europa për mënyrat e trajtimit të fëmijëve me autizëm. E kam evidentuar që një pjesë e mirë e adoleshentëve, femra e meshkuj, që është prezent spektri autik dhe që ka një prezencë shumë të lartë të ankthit, kanë qendër të parët që kanë rënë në depres dhe kanë qendër të parët që kanë rënë prej fenomeneve si droga, abuzimet seksuale, deri në vetvrasje. Po, Domethënë, nuk është kaq e thjesht sa mund të duket, të paktën në një perspektivë të një të madh të ngjarjeve, sepse fëmia është fëmijë sot, por nesër nuk është më fëmijë. Kështu që ja, ndërhyrjet, kjo nuk është thjesht për alarm, por kjo është për vetë ndërgjegjësim të popullatës për të kuptuar që nuk është thjesht një efekt i tillë që ndal aty nëse nuk trajtohet. Ajo vazhdon dhe agravohet me kalimin e kohës nëse e lë të kthill. Kështu që e ne ta kemi fiksova të pjesën e refleksit moros, sepse ti mund të mundohesh ta trajtosh ne me BWRT, me Brain Working Recursive Therapy, ne mund të trajtojmë edhe të fëmijët që kanë spektër dhe ADHD, edhe panic attack, edhe anxiety, edhe grief, edhe cilën do të shërbullim emocional, që ata mund të kenë nga 4-5 vjeç e deri më vonë. Që është, se mund të ta them vetëm një moment shumë shkurt. Brain Working Recursive Therapy është neuroshkencë, është puna kërkimore e trurit. Ajo çka ne bëjmë është ndryshojmë përgjigjen automatike për sa i përket një ngacmuesi, stimuli, triggeri që mund të jetë aty prezent. Është e vetme terapi që e bën, ndërhyn në kompleksin reptilian, në të zonën këtu poshtë, kokës, aty ku ne kemi fight, flight or freeze. Dhe ajo është zona e parë e trurit që aktivizohet në momentin kur ne triggerohemi. Por ne nuk kemi ende të vetëdijshëm që ne, për shembull aty përpara është qeni në rast se fëmia ka shumë frikë qend. Është zona e parë e trurit që aktivizohet. Më pas kësaj, i gjithë informacioni shkon në kompleksin palomamelian, që është në rast se e ndajmë kokën kështu, është kjo zona këtu. Pra është sipër kompleksi reptilian kompleks. Dhe në këtë zonë aktivizohen të gjitha simptomat, cilat do qofshin ato, rrajë fortë e zemrës, mund të ketë djersitje, çdo gjë që ti kupton që është simptom e fobisë, ataku të panikut, çfarë do lloj gjëje që ai ka. Dhe pasi është aktivizuar kjo zonë e trurit, të gjithë informacioni shkon në zonën e tretë të trurit që është kjo këtu, pra e fundit fare është në mamalian kompleks. Dhe ky është momenti kur ne bëhemi të vetëdijshëm se triggeri është aty. Se unë jam këtu, po merr zemra shumë fort, po djersiten, po merr mend çdo gjë tjetër me radhë. Me BWRT të shkon aty te kompleksi reptilian, e shkëput atë lidhje të vjetër neurale, që ty të jep të gjitha këndjesit, dhe ti aplikon një lidhje të re neurale, si ti dëshiron të jesh. Për shembull ti thua, unë kam shumë qejf të jam te deti, deti mua më jep një relaksi të frikshme, nuk e kuptoj si jam me shishet. Dhe ti thua, perfekt. Mendo tani si të duhet të ndiheshe kur ti e kujton atë kujtim dhe është perfekte. Dhe fakti që mund të aplikosh te fëmijët është përtej akoma përtej perfekte, sepse ti ndihmon këta të vegjëlit të funksionojnë pak më mirë, duke ja shpjeguar të gjithë që unë të thash në forma pak më me një fjalë pak më bazik që ata ta kuptojnë të gjithë gjën se çfarë ndodh. Këtë doja të them sepse ishte shumë e rëndësishme. Është vetëm një formë që ti të ndryshosh një herë mirë reagimet që tani është trigger të jep, por pas terapisë nuk është më trigger. Është e vërtet. Është shumë e vërtet edhe ndonjëherë në mendjen time, unë si person që jam shumë overthinking nga natyra,
se nuk dua që ti përdor dhe fjalët, edhe pse shumë herë anglishtja na është shumë Falë, prezente, në raste, po ëm, si gjitha shënimet janë anglisht dhe nuk më vinë ashtu. janë edhe është shumë prezente, sepse e tham që atje është elita e, e gjithë zbulimeve të mëdha që janë bërë mbi autizmin. Dhe shumë herë i them vetes sa më shumë lexon dhe sa më shumë kupton, ndonjëherë bëhet si një lloj peshe për të diagnostikuar me lupë çfarëdo lloj lëvizje të mundshme që fëmijët bëjnë. Dhe ndonjëherë, ndoshta për të mos e krahasuar me epokën tonë, por mendoj që nuk e di, mendoj që edhe tek ne ka qenë shumë prezente kjo Denis, ky lloj fenomeni, pavarësisht se nuk është shprehur me emrin autizëm. Absolutisht që po, po patjetër që po. Dhe Që kur e diskutoj këtë pjesë, ka shumë faktorë që unë i mbroj dhe them shkencërisht ka qenë, por thjesht situatat në cilat prindrit pa nuk mjaftueshmëria është e kemi informacionit, tash. pa mos zhvillimi i teknologjisë, ndikimet e ushqimeve që tashmë është kryesori mbi fëmijët me autizëm, sidomos hormonal, që i bëjnë ushqimet OMG të modifikuara, ushqimet me metale të rënda, ushqimet me pesticide, mjedisi vet, mjedisi shumë i rrethuar nga valët e teknologjisë, është i mbi amplifikuar. Të gjitha këto që po thua Kristi janë faktore shumë 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 të rëndësishme që absolutisht çojnë atë diagnozë. Por duke qenë se ka të disa studime që mendohet se ka një predispozitë shumë të lartë gjenetike, Po, arsyeja e vërtet. Këtë doja të cekja, prandaj po më doli atje. Ka një predispozitë shumë të lartë dhe shqiptari i gjenetikën e mendon vetëm te babi, domethënë nuk e mendon që gjenetika është deri te brezi 7, deri te babi thot. Pastaj nuk ka si të vi. Me thënë, si e shpjegon ju si se, me thënë, këtë kjo gjendet shumë herë edhe në debate, edhe në diskutimet e përditshme që jo si erdhi kjo kur unë e kam të pastër ADN time dhe bashkëshorti po ashtu edhe mami im, domethënë dhe Askush gjyshja. nuk e di nëse është e pastër. Po, Kjo sepse në atje mund të kemi Asperger, e vërtet. por ne nuk e dim që është, e kupton dhe vetëm një si klinik arrin të kuptoj që është. Ajo çka na ndodh shpesh në terapi është, ose më sa kur vim për konsulta, është gjithmonë dikush aty që ka elemente, kupton, është një adult që ka ardhur të bëjë vlerësimin e këtij të voglushit që është Dhe aty që te ka klasa. elemente të spektrit, dallushëm. Yes, po sepse ti flet ai shikon këtej. Po, Nuk është edhe për të nuk e ka dëshmuar. shikimin tek ti dhe e ka shikimin në vend tjetër. E drejtë. Edhe unë e kam vënë re në shumë herë këtë. Është gjithmonë ose njëri nga prindrit ose daja halla ose gjyshi ose ndonjë kushëri. Pra është dikush Absolutisht. Dhe unë e mendoj shumë dhe kur këtu është thënë për shumë, se dua ta ndaj vetëm një moment këtë të mos fajsosh askënd për asgjë. Pse? Sepse askush nuk ka zgjedhur të jetë asnjë element shumë e i vërtetë. spektrit dhe situata është kjo ku është thjesht e ja ta zgjidhim, ka shumë informacion tashmë për të zgjidhur, nuk zgjidh asgjë nëse ti e kupton nëse ka mami, babi, halla, Po, daja, po. halla, tezja, gjyshja e kështu me radhë, shumë e vërtetë. Nuk është se thjesht është një lloj çlirimi për momentin, por është edhe një barë shumë e madhe kur ngrihet gishti mbi dikë tjetër që edhe vetë mund ta kuptoj që ka një shenjë të Asperger, pra të spektrit autik, por ndoshta Vetëm nuk e aspektet nuk që e kam studiuar në shkollë. ashtu është e vërtetë sepse ka qenë ai që i ka dhënë emrin, Po, prandaj ka marrë këtë emër, ose sepse shumë në rastet e kërkojnë DSM-5-in në manualin diagnostikues. Ajo që vihet re në popullsinë tonë shqiptare dhe në mendsinë tonë shqiptare është një fenomen i cili e thon shumë me të madhe që ëm, pjesa e fëmijëve me autizëm është një pjesë e cila trashëgohet dhe trashëgohet edhe në dhe me probabilitet edhe tek fëmijët e tjerë. Supozojmë, nëse ka një fëmijë autik me autizëm, të një shkallë, sepse normalisht ju që jeni profesionist i ndani në shkallë të caktuara problemin që ka një fëmijë me autizëm, edhe i dyti me probabilitet do të ketë një shkallë ndoshta edhe më të agravuar se sa i pari. Si, me thënë, të paktën ndër eksperimentet që janë marrë në botë, kam dalë kështu, do me thënë ai raporti. Po në Shqipëri ju ka rastis Po, ndonjëherë për sa shembull që brenda një familje
Po, në në rastet e para shumë kam pas ka qenë persona nga e njëjta familje dhe fëmijët ishin me prindër dhe baba të njëjtë, domethënë ishin tre fëmijë dhe nga familjarët e tjerë, nga xhaja, nga halla, kishte përsëri fëmijë që kishin elemente. Tani ja çka kishte ndodhur këtu se babai e kishte bërë testin, analiza dhe kishte rezultuar gjenetikisht i pastër dhe nuk ishte ai faktori kryesor pse fëmijët kishin autizëm. Po. Ndërkohë, vllai i tij kishte fëmijë me spektër. Kështu që nuk është asnjëherë të thuash që po është faktori gjenetik, edhe pse nuk di ta shpjegoj dot ndryshe, sepse analizat faktojnë të kundërtën, ajo çka ti she është e kundërta nga ajo që analizat Analizat thonë. po. Por ka një Eksakt. përshtatje të lartë që fëmia i dytë të zhvilloj autizëm mbas të studimeve të fundit që janë bërë. Tani çfarë sugjerohet këtu është që ti ta shohësh me kujdes që në vegjëli për të parë çfarë mund të jetë prezant. Denisa, për mua është një nga live-et më emocionues që mund të kem bërë në lidhje me këtë temë. Dhe të falenderoj shumë që e ndave këtë bisedë. Të falenderoj shumë. Ajo që unë do të them është shumë shumë herë konsulta falet me prindrit, kushdo që mund ta shohë këtë dhe mendon se ka nevojë për ndihmën time sa do të vogël apo të madhe, sidoqoftë më shkruaj të më kontaktoj. Unë jam shumë e gatshme, kjo nuk është punë, është shkon përtej punës për mua. Kështu që kushdo që ka një pyetje para hati, do të ndaj diçka, mund të më shkruaj lirisht. Sigurisht e ti, për çdo pyetje që mund të kenë në mendjen e tyre. Ti ke edhe faqen tënde në Instagram, që unë kur të vendos të dyja videot e bashkuara në YouTube për ta Nuk parë postoj të gjithë. shumë për shkak të punës, se jam Po. gjatë kohës në punë dhe nuk arri dot që të postoj shumë informacion, por kushdo që të ketë nevojë për ndihmën time, vullnetarisht jam e gatshme për ta. Por që e bën më së miri, edhe të falenderoj shumë për të gjitha informacionet e vlefshme që ndave me mua së bashku sot në një bisedë shumë të sinqertë dhe që i duhet me do e mos të gjithë prindërve të paktën për ta parë dhe për të kuptuar rëndësinë që duhet i kushtojnë fëmijëve të tyre dhe nëse nuk kanë spektër të autizmit për të zhvilluar dhe për të bërë më të mirën e fëmijëve të tyre. Faleminderit edhe një herë për çdo gjë të nden që na ofrove sot. Unë kam kënaqësinë shumë të madhe që çdo prind që ne dëgjon këtë live, kudo që mund ta dëgjoj, sepse kudo që mund ta vendos unë, të kontaktoj, do të jenë të vendosura të afishuara kontaktet poshtë të tuat, dhe për të marrë një informacion më të detajuar për gjendjen në të cilën ndodhet fëmia e tyre. Është unë mendoj që në hapat e para, një zbulim në hapat e para është një shpëtim më shumë dhe një çlirim më shumë qoftë edhe për prindin, por edhe për fëmijën. Është shumë e rëndësishme kjo pjesë për tu parë. Nuk duhet mohuar, nuk duhen justifikuar, duhen pranuar. Sa më shpejt të pranohet, aq më mirë dhe aq më solare bëhen gjithçka, çdo gjë që bëhet mbi punën e fëmijës, por edhe mbi vetë prindin që e menaxhon fëmijën e vet. Falenderoj shumë Kris për vëmendjen që i dhe kësaj teme. Jam vërtet shmërinjose. Faleminderit ty e dashur, të uroj më të mirat. Gjithashtu edhe ti. Paqen. Miropafshim. Ciao. Paqen.